bashkimet sot janë të gjithë veç në prodhim, të gjithë bashkë në shitje. Që do të thot për grumbullim, për përpunim, bashkit duhet futen dhe shpresoj shumë që Cërigu tjetë një nga modelet e para, se tani keni garancin shtetërore plus edhe gjithë të linjë financimi. Por ama dhe juve duhet të nxisni për të bërë politika të caktuara që janë politika që mund t'i bërë në nivel bashkie. Nivel bashkie, nëse bashkia e shef të arsyeshme bashkë me ju që të stimulohet, po themi, prodhimi edhe përpunimi dhe eksporti i ullirit, mund bëjt disa gjëra në bashkëpunim me qeverinë që t'jenë specifike. Duhet mendojmë shumë më tepër në mënyrë sipërmarrëse edhe ne në nivel bashkie. Ky është i problem i madh që e kemi që duhet ta zgjidhim, por mund ta zgjidhim në saj të bashkëpunimit tuaj. Duhet bëni ju nxitës. Duhet jeni ju të gatshëm që të bashkoheni me njëri tjetrin dhe thonë, okay, këto sepse në fund të ditës e dëgjoj shumë këtë tokën e fragmentuar, por nuk mendoj që ky është problemi. Problemi nuk është fragmentimi i tokës, problemi është fragmentimi i trurit. Sepse unë kam 2 dynim, ti ke 2 hektar, qimi ka 10, tjetri ka 4 dynim, nuk ka rëndësi, unë do të kontribuoj me 2 dynim të mi. Ama nëse unë jam pjesë bashkë me ju, dhe nëse ju jeni dhe ju bashkë me njëri tjetrin, ajo që prodhojmë bashkarisht, pra e njëjtë afar, e njëjtë yzmet, e njëjta cilësi, kur e kemi mundësinë ta negociojmë me çdo qoftë si një trup, çmimin e luajmë ne. Nuk vin dot të tjerët na han gjallë, thot ma jep ti me 5 lek, se shkoja mora çimit me 4 lek, e ta lash ty në rrugë, ndërkohë që për mua që jam më i vogël s'ka fare, jam i marum. Kështu që të gjithë ata që mendojnë ndryshe, gabojnë. Kjo është rruga dhe në këtë rrugë është bërë histori suksesi në shumë vende të Shqipërisë. Nuk është puna tani se po e them unë. Unë e kam parë këtë gjë që ndodh në Shqipëri. Dhe për sa i përket historisë së mbështetjes, mbështetja jonë do vit duke u fokusuar gjithmonë më shumë eksaktësisht në drejtimet që janë më konkurruese dhe janë më kuptimplota për kërkesat e eksportit. Kështu që ulliri dhe vaj ullirit janë një nga gjërat ku ne jemi të fokusuar. Patjetër do duhet bëjmë më shumë, nuk diskutohet. Dhe jam shumë dakord. Jepja pak zotnis tjetër që e kërkoj. Përshëndetje zoti kryeministër, mirë se erdhe në bashkinë tonë. Është mirë njohur për ne, unë jam Ilias Gjika, hani Ilirit, sepse u kapën shumë tema tjera këtu, po ke agroturizmi ose ke ajo unë mendoj jam ke dallandyshet e para këtu. Falë frymëzimit tuaj, se u kam pas kryetar bashkie 12 vjet në Tiranë, ju kam ndjekur deta juaja. Dhe 11 se ato të 12 na e morën. S'është fajti. Jo. Unë e mbështesim shumë Andin, për na e dua, për na lash Tiranën, edhe fëmijët e mi po lën, vetëm ai vogël është në shkollë ke Veteranini. Kam krijuar edhe unë astin, siç po krijoj këtu fshatin, po dua më tepër mbështetje, më shumë benefite dhe më pak ke skema AZBRS, unë flas personalisht, nuk ka përfituar asgjë. Jam tak sa pagush i rregullt, kam paguar dhe sigurime shoqërore ditën e tretë që vura tabelat, kam paguar sigurime shoqërore. Dua mbështetja dhe ke fushë. Ke këto tjera i dim shumë mirë se këtu bashkëtojmë tani në gjithë këto probleme, kërkojmë pak se me kpritjen e kemi. Edhe do ishte mirë ta edhe benefitisht tek mua. Pini kafe sepse unë dua të kthej traditën me sot. Edhe dallandyshet e para ke turizmin,
kjo objekti im kanë ardhur të vuajtur. Janë shenjat e para, po duam mbështetje. Shumë faleminderit dhe jeni mikpritur. Tani, për një agroturizëm të zhvilluar, dhe t'jap fjalën që do vi, linja e financimit e Bankës Shqipërisë është ideale. E para sepse është e shpejt, është në dispozicion, është një financim me një kredi shumë të butë, është i garantuar nga shteti, megjithëse në rastin tuaj ju s'keni problemet kolateralit, po gjithsesi është i garantuar nga shteti në 7% kolateralit, kështu që AZBR-ja është në dispozicion për të mbështetur të gjithë ata që duan të aksesojnë këtë linjë me konsulencë, kështu që mos nguroni çfarë keni për të shtuar e për të zhvilluar një projekt dhe me AZBR-n tek bankat për të përfituar nga kjo linjë garantuar nga shteti. Ka një tjetër? Po, jepja pak zot Nisa dhe. I nderuar zoti kryeministër, mirë se erdhe në Bashkinë Cerrik. Është e vërtet që është rritur prodhimi ynë bujqësor. Vijojmë të përballemi me pengesën në eksport për disa produkte të caktuara, veçanërisht të deportosh në tregjet evropiane është shumë e vështirë. Faleminderit. Të shti, budallëj në për tregjet evropiane nuk ka, ata janë djaj me brirë gjithë, kështu që patjetër që është e vështirë. Prandaj duhet jemi shumë të fiksum ke cilësia, duhet jemi shumë të fiksum ke dia se si të çajmë në ato tregje, dhe faktikisht, fatmirësisht i kemi shëmbujt. Ashtu si kundër, ne kemi hapë dhe tregje të reja jashtë Bashkimit Evropian, se ka disa produkte që në Bashkimin Evropian janë më të vështira, por në tregjet e lindjes mesme për shembull ose në tregjet tjera janë më të lehta për tu çuar. Por për ta mbyllur do doja ta përsërisja atë që thash për sa i përket bashkëpunimit me Bashkinë, se këto nuk janë tema që nëse bashkit marrë një rol më aktiv, atëherë edhe qeveria mund të jetë më e fokusuar, edhe mund të jetë më efikase, duke pas parasysh eksaktësisht për çfarë bëhet fjalë dhe si mund ndihmojë qeveria. Ama nga ana tjetër, jo rastisht kemi ardhur tu, besoj, sepse mbas takimit do shohim pak punimet në konviktin e shkollës mesme profesionale, që është shkolla, me sa unë kam dëgjuar, më e mirë profesionale bujqësore në Shqipëri. Ama është më e mirë sepse ka mësues të ditur, por nuk është një shkollë ende e mesme bujqësore europiane. Dhe ne